Derin tani, unë, si një opinionist, politikisht i kam fajsuar sepse Ziadin Sela dhe Arben Taravari nuk e menaxhuan këtë përplasje si duhet. Dhe gabimin e bën ata sepse nuk arritën ta menaxhojnë. Ja si erdhi koha. Nëse Arben Taravari atë botë atakonte Ziadin Selën si personalitet se gjoja ai e ka kokën ka Bashkimi Demokratik për Integrim, tani Arben Taravari ka ndryshim të strukturë, ndryshim të konceptit politik, janë bërë disa zhvillime politike të nduarshme, sa që në politik nuk do të se gjithër mundesh të jesh edhe konsistent. Por kur të ndrosh qëndrimin, duhet të njoftosh këta të parët e partive, vetë antarët e partisë, organet e partisë, dhe opinionin sepse e ndryshova qëndrimin.